mrena stadiumi që ka qenë këndëstume. Po stadioni nacional. Po stadiumi nacional sipas provës, Stadioni sa kushton sa është koston mirëmbajtjes për infrastrukturë. Po ti shofri një herë duhet me kush e ndryshon në burg po thotë. duhet me rregullu një herë për me ditë sa kushton mirëmbajtja. Unë nuk ka qenë rregull. Jo, Po çfarë është në kriteri ku duhet. Nuk mund me ndërtu. Le të kreja po thotë nuk po ndëgjoj. Po të kreja atje. Tash të Pas këtë dekret shikon qeveri. Pse s'e ka bën vetë vendosja ku ka dosht. Vite se s'ka. Ministër, 20 vjet s'është bë kur gjë, që 5 vjet po bëhet diçka edhe po gjeni Beron. 20 vjet. Jo, sa çfarë? Si ke mujt me zhvillu ti lojë nëse s'është bë kur gjë. Ku ke lujt profesor? A duhet me dhënë dikush përgjegjësi për 2 herë renovimin e stadiumit Adem Jashari? A duhet me dhënë dikush përgjegjësi? Atë ka kërku përgjegjësi. Po ata që kanë organ bikëqysh duhet me dhënë përgjegjësi. Kushdo që ka qenë. Kush do të me inicu këtë problem? Kushdo që mundet. Klubi, komuna. S'kom dëgjuar asnjëherë se Shumë policia mas etus. për ngjesje në infrastrukturë. Kushdo që ka qenë u dashtë me vepru. Asnjëherë ngjesje. Jo, Për ngjesje në infrastrukturën sportive. jo, ne po thojmë që stadiumi Adem Jashari përfundon me 2026. Stadiumi i Gjakovës, stadiumi i Gjakov përfundon me 2026. Po themi që stadiumi i Gjilan përfundon me 2026. Ka fillu stadiumi në Perizaj. Do të fillon në Vushtri. Stadiumi Drenas përfundon, s'di çfarë duhet me dhënë që 5 vjet është bo. Nuk është Po në mas serioz. më shumë serioz. Kontroll për stadionin.